Ky emision u mundësua nga Efesus Travel, Pavin Kafe, Italterm, Aquavita dhe Go Plus. Mirëmbrëma miq. Gjykata kushtetuese e Republikës Kosovës konstatoi këtë javë se partia në pushtet ka shkelur Kushtetutën e Republikës Kosovës për të disatën herë. Kësaj radhe edhe me ndihmën e Lidhjes Demokratike të Kosovës, parti këto që votuan në Nad Rashiqin për nënkryetar të kuvendit, ndonse kushtetuta dhe rregulloria e punës së kuvendit nuk e lejon një gjë të tillë. Ky aktgjykim i gjykatës kushtetuese obligon partitë politike, veçanërisht ato fituese të këtyre zgjedhjeve, që nënkryetar të kuvendit ta bëj një përfaqësues të shumicës së serbëve, që në këtë rast është lista serbe. Për këtë do të flasim me Bisarin, do të analizojmë këtë aktgjykim, por edhe do ta rikujtojmë se në vazhdimsi kemi thënë se atë që ka bërë vetëvendosjen kuvend e ka bërë në kundërshtim me Kushtetutën e Republikës Kosovës. Visar, besoj e ke lexu edhe ke analizu këtë aktgjykim. Çka ka gjetë dhe çka ka konstatu gjykata kushtetuese në këtë aktgjykim? Po, çështja e parë që mendojnë është që këtë gjë e kemi diskutuar shumë herë edhe para se më votu zoti Rashiq, edhe kur është votuar zoti Rashiq, sepse kjo çështje nuk është trajtuar në aktgjykimin e kaluar të gjykatës kushtetuese. Ka pas një aktgjykim për këtë gjë, të cilin lëvizja vetëvendosje ka dashur me keq lezu qëllimisht. E këtu pastaj u bë pjesë edhe Lidhja Demokratike e Kosovës, si tha edhe ti. Dhe më thonë që po u lejo ka që mos me e zgjell dikë që e propozon shumica, po me e pas dikë që pajtohen deputetët e jo të komunitetit serb në këtë rast. Që është shkelje e logjikës të ndërtuar në Kushtetutën e Republikës. Për çfarë kuptimi ka me vendos shumica shqiptare për pakicën? Sepse kjo s'ka kuptim, sepse ata janë përfaqësues të komunitetit. Ata i kanë vendet e garantuar, e kanë si përfaqësues të komunitetit. Dhe për atyre përfaqësuesve të komunitetit pastaj duhet me dalë persone që ulet në ulsën që i takon po ashtu komuniteti serb në të rast në kryesinë e kuvendit. Pra nuk mundet përfaqësimi me u delegu. Dhe në këtë drejtim mendoj që kjo ka qenë ajo huqja e interpretimit që thoshin dhe po thonë edhe sot, fatkeqësisht disa që nuk shkruan kështu në kushtetutë, rregulloria e kuvendit është në shpërputhje me kushtetutën, rregulloria e kuvendit e specifikon qysh realizohet ai obligim kushtetues. Obligimi kushtetues është që një nënkryetar i kuvendit prej 5 do t'i takoj komunitetit serb, një tjetër i takon komuniteteve tjera. Të cilët merren vesh se këtë duan ata ta. Nga një herë edhe kanë bërë meritacion, është çështje marrëveshjes së tyre. Për shembull, unë e di kur kam qenë në kuvend ka pas situata kur e kanë bërë meritacion. Tazëm 2 vjet ka qenë një përfaqësues turk, pastaj bosnjak, ku ta diun. Po ajo është çështje marrëveshjes së tyre. Por çdo herë duhet votohet. Çdo herë duhet votohet. Prandaj edhe kanë qenë në paku. Ajo votimi në paku nuk ka qenë obligativ. Mirë, po me që ki obligim kushtetues, nuk ke çka diskuton këtë gjë, i voton paku dhe i dërgon. Kanë delegojnë ata. Tash, natyrisht na sot e kemi në situatën të cilën shumicën e deputetëve të komunitetit serb i fiton lista serbe, për të cilën politikisht na gjithë mendojnë që është jashtëzakonisht e dëmshme për Republikën e Kosovës, mirë po kjo çështje që është rregulluar po ashtu me ligjet dhe kushtetutën e vendit. Pra lista serbe është parti politike e cila garon, ne nuk pajtohemi me të, mirë po si parti politike gjykatat dhe ligjet e Kosovës e trajtojnë njëjtë sikur parti tjera, apo jo? Përsa kohë që është parti politike. Nëse dikush ndërmerr veprime për me i shpall anëtarët e saj të përfshirë në akte terrorizmi dhe tjera, për cilat ka akuzë publike,
atë natyrisht që ligji janë ndalën. Kjo shumë e thjeshtë, unë s'di pse na kemi bërë shumë zhurmë për një diçka që e kemi tregulluar me ligj. Po është populizëm, është propagandë. Po është populizëm. Në kuadër të kësaj propagande, këta i kanë përdorur listën sërbe për vota, se gjoja ne luftojmë me ta. Vetëm se kjo është një dimension jashtëzakonisht i rrezikshëm i populizmit. Nuk është sikur populizma të tjerë, se na i dim Albin Kurti dhe lëvizjave të vendosje flasin tulifat broçkulla populiste. Po, që ky veprim është jashtëzakonisht i dëmshëm për Republikën e Ta Kosovës. rrezikon shtetësinë. Sepse është kushti domosdoshëm i ekzistencës së Republikës së Kosovës. Ka një arsye pse plani Ahtisarit, veçanërisht dispozitat e planit Ahtisarit që kanë bënë me komunitetet, veç janë transmetuar në kushtetur. Si kena diskutuar, jo pse s'kena pas qef, po pse s'kena pas të drejtë. Unë mendoj që na duhet jemi tash si shoqëni, jemi edhe si shtet, jemi të emri fazën e pjekurisë. Në fazën e pjekurisë ti janis edhe e kupton drejt çysh i ardhe pse i ardhe që Pjekurisë atë çmendurisë. ishte dashmë konë të pjekurisë, fatkeqësisht mundna me shku në shpëndëri. Po ndodhe kundër ta. Na duhet me kuptu që ky shtet i Republika e Kosovës ekziston vetëm pse jemi zotu që të drejtat e komuniteteve nuk do t'i diskutojnë. Pse nuk e kuptojnë njerëzit, veçanërisht këta të partive politike, se më e rëndësishëm është shteti i Kosovës që e kemë, Republika e Kosovës, se sa mos me pas këta edhe sërt mos me pas të drejta. Pra, as ne s'kishim pas shtet, dhe as ata si kishim pas këto të drejta. Kishim jetu në një... Kugja heq. Prandaj, prekja apo cenimi e këtyne të drejtave është problematik. Por mos po ndodh kjo visar edhe për shkak se nuk janë të ndërhyjë ndërkombëtar siç kanë ndërhyjë më herët. Do nëse paralajmërimet i kanë pas të rrepta në raport me... Nuk është që s'kanë ndërhyjë. Nuk është që s'kanë ndërhyjë. Tjetër gjë është që pastaj sot për shembull deklarimet dhe qëndrimet e zyrtarëve perëndimor përfshi atyre amerikan fatkeqësisht nuk po kuptohen në mënyrën një që kemi kuptuar më parë. Se më parë na kemi qenë shumë më të them kështu jo të dëgjueshëm, por shumë më të vëmendshëm për me kuptuar çka po na thonë dhe çka do të më bëj. Prej, kjo është varë për elitave politike të asaj kohe, të cilë pastaj kanë transmetuar. Dhe janë marrë shumë seriozisht. Që pastaj edhe kanë transmetuar këtë mendim edhe te popullata. Sot e kemi një elitë politike e cila sillet sikur këto deklarime nuk janë asgjë. Po për shembull dialogu strategjik neve na ka suspenduar nga Shteti i Bashkuar të Amerikës për një arsye. Për sjellja e qeverisë me komunitetin serb. Pra një pasojë e kemi. Ku hyn edhe në kryetari i kuvendit. Nuk ka qenë vetëm, po është edhe kryetari i kuvendit. Tentim ndalimi i listës serbe në KQZ, apo jo? Pastaj. Po krejt filma janë këto, sepse ata kanë ditë në kryet herë se nuk mund t'i ndalojnë kështu. Se është gjyqësori ai që... Shqe për shkakun ku jam në pak kështu, s'po them të thon kritik, po në ku e bëj edhe qytetarën e Republikës së Kosovës në përgjithësi për këtë gjë. Domethënë, nëse i dëgjon ti deklaratat e zotit Kurti për listën serbe po flas, ti e kupton se kjo është vetëm mashtrim elektoral. Çka ka bën zoti Kurti? Shau zoti Kurti një herë ka votuar dhe ka pasur në qeveri listën serbe, po, dy ministrë të njëjtë. Goran Rakiçin e ka pas kryeministër. Thoshte se Goran Rakiçi po bën shumë punë të mirë. Kemi bashkëpunim të mirë, ka thënë. Në veri për protestat atje, për hesjen e barikadave. Pastaj thoshte, lista serbe ka një deklaratë. Lista serbe nuk ishte aq e keqe siç kemi menduar. Po. Pastaj, kur filloi me i bë filmat elektoral, tha lista serbe për shkak të Bajskës tash është e papranueshme. Kjo nuk është e vërtetë. Lista serbe për lëvizjen e vendosjes ka qenë e papranueshme prej 2013. Po. Partitë etnike ka thujt. Partitë etnike. Kjo është shumë para Bajskës, shumë para se më ardh lëvizja e vendosjes poshtë. Është deklaratë. Domethënë, ky ka bëu koalicion me partitë etnike, të cilën se ka thujt koalicion, po ka thonë për përmbushjen e kushtetues, po sidoqoftë, ka qenë koalicion marrëveshje për këtë. Dhe pastaj çat partitë etnike nuk e ka larguar kur kanë filluar protestat, derisa largu vetë. E pastaj për me po firma elektoral, ka lista serbe ka dalë prej qeverisë. Duhet me se ka larguar Albin Kurti. Ja, nuk e ka larguar. Edhe nuk është hera parë. Lista serbe ka dalë edhe për qeverisë Haratinaj. Po. Qeverisë Pani që njihet. Ka dalë për shkak të taksës. Unë e di po atëherë deputet na si PSD e mbështetnin qeverinë kur kishte nevojë me votë, vetëm për shkak që mos me leju që lista serbe me shantazhu. Po. Që ka qenë arsyeja kryesore pse PSD-ja e ka bëu atë veprim dhe kemi marrë dënimin për të gjë. Faturën. Po, faturën. Dhe në këtë drejtim, domethënë, njëjtë sikur me KQZ-n, që vetëvendosja thoshte na nuk e votojmë certifikimin e KQZ-s, duke e ditë që o do ta votojnë këta tjerë, me që janë më të përgjithshëm dhe ajo kalon, ndërkohë që na dalim
Po s'ishte nuk ishin as ata më të përgjithshëm. Unë fort e kam mërzi ata njerëz që abstenojnë. Apo loja ishte e tillë. Dhe nëse partitë tjera opozitare abstenojnë siç bën, atëherë e dërgojnë bzapi e kthen që thonë, domethënë puna kryhet mirë, na dalë me thonë na kemi qenë kota. Po, na jemi patriota, po që Të njëjtën gjë tash ka më mundu për mendimin tem, është një prej mundësive që ka mundu me bollën kuvent. Me thonë na nuk e votojmë, voton e jo. Mirë, po tash e ka vështirë me bëjnë gjatë. Jo, se ka shumicë. Ka shumicë. Po se votove ti nuk bëhet. Tash ki duhet me votu. 67 deputeta sa. Tash duhet me votu. Ose me çu vendin zgjedhje. Sepse mos konstruimi i kuvendit mund të çu zgjedhje. Ose me hidhën i krizë. Unë kam një parashikim këgja ogurzi në raport me këtë aktgjykim. Dhe unë po e shoh, e tham edhe një ditë, unë po e shoh mundësinë më të madhe për të shkuar në zgjedhje të reja sesa për konstituimin e institucioneve, kuvendit, qeverisë, zgjedhjen e presidentit. Ne jemi ende pa certifikim të rezultateve. Mundet me në zonë 10 shkurti derisa të certifikohen. Pra dhe në fund mujt rinumrimi, pastaj janë 72 orë ankesat e mundshme në PZAP, pastaj janë 1 javë ankesë në Gjykatën Supreme. Që i bie qoftë edhe një ankesë vetme nëse shkon, 15 shkurti. Dhe janë ato ditë për zgjedhjen e konstituimin e kuvendit, organeve, përgjithësi, qeverisë, sjelljen e presidentit. Pra janë 3 institucione që duhet të kryen para 4 marsit, ndryshe ne shkojmë në zgjedhje. Apo nëse ka vonesa për konstituim të kuvendit, mund të shkojmë në zgjedhje. Por unë po shoh një djallëzi tjetër këtu të partisë fituese të zgjedhjeve. Këtë në fakt veç e konfirmoi edhe Dimal Basha, i cili po sillet si kryetar kuvendit, nëse nuk kemi në kuvend, apo jo. Ai po e lumë qatë rol, kryetari kuvendit, Dimal Basha po vinë njoftimet për nesë, ma bet tjetër, ka që. Unë po e shoh një mundësi që këta me shku me skenarin e njëjtë. Dhe skenarin njëjtë është me votu në Nadra Shiqin, sepse i kanë votat për ta bërë një gjë të tillë. Pastaj gjykata kushtetuese, lista serbe me dërgu sërish lënd në gjykatën kushtetuese. Dhe gjykata kushtetuese përgjigjet në këto raste, thotë ky është rasti gjykum. Pra, nuk sanksionon ty apo nuk t'jap udhëzime tjera sepse kanë nxjerrë një aktgjykim që politika normale do duhet ta zbatonte pikë për pikë. Mundesh me komentu. Po nuk mundesh ti me thonë Dimal Basha me thonë gjykata kushtetuese po e shkel kushtetutën. Para mendoj Dimal Basha. Ky gjeniu i studimeve për UÇK-n. Dhe nëse shkojmë me këtë verzion, mund të konstatohet një gjendje e cila bëhet faktike për mos respektim të drejtave të pakicave, këtë rast sërbe. Dhe me këtë propagandë, nëse nuk zgjedhet presidenti, këta me shku në zgjedhje. Shku në zgjedhje të reja, me i përdor edhe sërbët, me i përdor edhe parti tjera nëse nuk e votojnë një kandidat për president, me qëllim që ky njeri me arrit, siç edhe po e thonë shumë prej tyne, me arrit 60% të votave tjera. A e mrin, as e mrin, nuk e di. A e në gjendje partitë opozitare për të arrit veten, prapë edhe këtë nuk e di. Por ne mund të hymë në një qorsokak, edhe në një keqësim të jashtëzakonshëm të raporte me ndërkombëtarët. Në të gjitha pikat e diskutimeve që kam pas, po edhe publike këtu, një pik nuk është që lëshojmë pe. Respektimi të drejtave të pakicave. Respektimi i të drejtave për pjesëmarrje në zgjedhje. Respektimi të drejtave për përfaqësim në institucione. Këto i kemi të panegociueshme. Dhe nëse hymë në këtë ballafaqim me ndërkombëtarët, për mos respektim të drejtave të njeriut të cilat ja u kemi garantu, kam frikë që po e rrezikojmë seriozisht shtetin e Kosovës. Dhe ky rrezikim visar
A është i qëllimshëm, sepse kryeministri në detyrë, kryetari i vetëvendosjes, e di mirë që kemi fitu shtet, tu ju dhonë të drejta. Ashtu e rreziku me qëllim, apo thjesht nuk është u ditë çka është u bë. Se unë kam dilemë nëse po është e pamundur mos me ditë. Kjo është një gjë që është kaq e qartë, për mua, besoj për shumë, është kaq e qartë. Pavarësisht çka mendon për shembull për obligimet që dalin nga procesi atisarit për Kosovën. Ti mos më thonë janë pa drejta, mos më thonë janë dëmshme, mos më thonë gabume, po janë fakt. Janë të kryme. Janë fakt ato, domethënë ti edhe një herë, na kemi marrë shtetin për shkak të asaj. Neve na u ka përsërit disa herë nga ish ambasadori amerikan. Na kujtohet fort mirë Hovenier. Mos harroni që na ju kena njohur si shtet multetni. Njohja që kanë për këtë vendeve, përfshirë të Bashkuar të Amerikës, është njohja që i referohet karakterit multietnik të vendit që nënkupton të drejtat për komunitetet jo shumicë, që në fakt me përkthy kështu me gjuhën ma thjesht nënkupton të drejtat e serbëve në Kosovë. Se na me komunitetet që jasë kemi pas kur problema, apo jo? Që aty ka qenë, domethënë pika kryesore, për që ata u bë procesi i Vienës. Procesi i Vienës ka qenë një proces që ka zgjatur shumë gjatë, ka pas negociata, ka pas kërkesa nga Serbia, ka pas refuzime nga Kosova, kemi ardhur në mes, që ka qenë i pranueshëm për bashkësinë ndërkombëtare për me e shpall Kosovën të pavarur. Që nuk është pranuar nga Serbia. Që nuk është pranuar nga Serbia. Dhe as nga Rusia. Mirë po Kosova u bë e pavarur. Absolutisht. Domethënë na kemi mbi 100 njohje sot. Edhe shkojnë të shtu. Dhe në këtë drejtim, rrezikimi i çistit karakteri, që është një prej, si më thon kështu, fundamenteve të shtetit të Kosovës, do të nënkupton rrezikim të shtetit të Kosovës. Na kemi pa për shembull që kohëve të fundit, që përmendën edhe ambasadat e miqton perëndimor, reagojnë për Kosovën vetëm kur ka sipas tyre cendim të drejtave të komunitetit serb. Nuk reagojnë për gjëra tjera, sepse ata po na thonë në farë mënyrë që ju jeni ta shteti pavarur, jeni sovran. Ajo koha e mbikëqyrjes ose ndihmësës për detaje nga ne ka kalu, tash bëni çfarë doni. Na nuk e... Po që kje zguzon më prej? Na një vjetë nuk e na bo qeverisë, ka ndërhy kush. Edhe pse kerejt Kosova, Kosova. Na që i dilë që në publiku këtheshim ka ta, theshim, amani ju kofta pa në një mëni pak. S'na një mëjshën. Bëni që ka të dëni. Shteti është i ju, i ndashit me shkatru shkatrani. Kuptimi shkatrani e kështu, pa qeverisje, ekonomi e kështu me rallë. Qëtë pikë s'keni me prej, si përqitojnë garant bashkësia ndërkombëtare. To tjerat pastaj janë që shtetuan. Dhe, me bo këta, me sy mball, me vetdije të plot, jo veç Albin Kurti. Unë mendoj që është gabim fatal. Sepse që kjo një pikë në të cilën parti tjera duhet me e mbledh guximin me dalë me e kallëzu të vërtetën e Republikës Kosovës. E di që mund të jetë jo popullore. Na kur kena folë për këtë punë, a është që kena marrë shamë dhe kritika sa dush, apo? Po të kritikojnë njerëzit, po njerëzit do të keq kuptojnë. Po qytetarët qytetarët e Republikës Kosovës duhet me e ditë në çfarë Kosovë jetojnë. Po është diçka që quhet guxim. Tash është guxim për të folë realitetin, sepse populizmi e ka fshi këtë vend. Dhe derisa këta spekulojnë se populizmi nuk luftohet me populizëm. Jo. Luftohet me të vërtetën. Ndonë se merr kohë. Ndonë se merr kohë. Por një ditë populizmi shuhet, bie. Bartë rreziqe. Bartë rreziqe, absolutisht. Mirë po, dikush do me bo. Nëse kem jetë me rujt Republikën e Kosovës, nëse kem jetë le të kallëzojnë vëlla. Tani nëse zoti Kurti e di që kushtetuta jonë, ligjet tona, kështu janë, siç po thotë edhe gjykata kushtetuese në aktgjykimin e fundit. Po mdel që ky është i bëhet qëllimshëm me godit themelin e këtij shteti. Dhe me u kthy në pikën për çfarë qëllimi do me godit kuptimin. Për çfarë qëllimi? Kjo për mua është diskutimi. Po pra. Çfarë do me bo? Se çfarë për shembull, më fal se po ndërpresë e thani që më herët. Dilema është a punon për neve ky? A punon për çet shtet? Mundet më ushtru edhe ajo, po për shembull, ti e tha më herët. Ta zëm, ky po don me bo, po, hajde që me ndërtu një skenar 3 elektoral, me shku në zgjedhje me i marrë 60% votave. Dakor, nashta mundet me i marrë. Sa i bjen ajo? 7 deputet, 72 deputet, në rregull. Çka bën me ato? Ngjena gati për me zgjedh presidentin vet. Dakor, që bëj 80 e zgjedh presidentin vet. Që dora. E ke pas presidentin tonë se Vjosa Osmani Tina apo. Çka ndryshon? Çka ndodh me këtë vend? Se ti kur e ngrit një çështje, një problematik, ti duhesh më kallëzu mu që nëse ti e ki fuqinë politike për me ndryshu që ato qysh e kishin ndryshu për të mirë. Çka e ki njet me bo? Ky thot ko me marrë presidenti, po e pati presidenti, çka e ki njet me bo? Tjetra, që është hala më e rëndësishme. 100 deputet me pas, Vevi Kajtazi. Ketë me pas vetëvendosja,
që ky vendimi kushtetuesës nuk ndran. Që është obligimi shumicës shqiptare me votu që ata që propozojnë shumica serbe që aty. Obligim. Po. Madje praktika thotë që votuan pako. Pako. Ai pakicë. Së diskutuar kjo korrë në konvent kuvend. Nuk diskutohet kjo. Po s'është diskutuar as herën e parë kur zoti Kurti është bërë. Jo, dhe. A e kena ditë në Qislav Kosimici po votë në kryetari kuvend. Mish kërë kom pa të ullën aty. Apo, a e ka problematizu në e kush? Jo. As opozita nuk e ka problematizu. Se është normale. Dhe më thonë, këtë njerës që e kanë përcirë procesin e shëndetëtimit në Kosovë, e din që kjo është normale, s'ki që ka e diskuton. Dhe tash, ti mund është me marë, pra po them, mund është me marë 100% të votave për kuvend, që ta nuk mund është me ndryshu. Se do po thojnë i bojnë tellë deputet dhe ndryshojnë kushtetutën, su dhe ndryshojnë kushtetutën pa miratimin e komuniteteve, pikë. Vesh me pas njetë me marë edhe votat e serbe, me bojnë 110, që është e pa mundë. Atë? Është edhe ky diskutim që unë e te kemi sot, edhe diskutimi, edhe në studio tjera televizive, edhe në parti politike, edhe në rrjete sociale, në shoqërinë tonë përgjithësi. Neve nuk po na lë të flasim për diçka tjetër. Neve s'po na lë të flasim për energjinë elektrike. S'po na lë të flasim për shtrejtimin e të gjitha çmimeve, shërbimeve. Pra është shtrejtu shërbimet e pastrimit, me turinave, tujit, kanalizimit, të energjisë elektrike, tatimit në pronë, që prej janarit janë nisë, dhe rritet në mënyrë progresive, dhe njerëzit kanë me pas faturë mujore, vetëm për këto çështje, ndoshta më të larë se gjysma e pagës së secilit. Pra, pa llogarit pjesën tjetër që duhet ushqimi, duhet veshmbathje, duhet mjekimi, duhen gjëra tjera. Dhe ky mjeshtërisht po arrin me na majt neve në një diskutim na dhe ata, na dhe me patriota që po luftojmë me listën serbe si përfaqësuese e Serbisë në Kosovë. Dhe kërkujt nuk i shkon mendja që ne po e humbim popullsinë. Po e humbim popullsinë edhe nën qeverisën e Albin Kurtit. Madje po ikin edhe ata militant ma zëshëm të ti nga Kosova, në kohën kur ky do të duhet kujdesej për mirëqenien e secilit, e veçanërisht atyre që e mbështesin dhe e kanë sjell në pushtet. Ne po humbim mesatarisht një komunë në vetë, rreth 40.000 njerëz e braktisin Kosovën në vetë. Dhe me që trend, Kosova rrezikon edhe në gjatë mandatit të dytë të Zotit Kurti me mrrinë 1 milion banor. Dhe humbja më e madhe për këtë vend është humbja e popullsisë. Resursi kryesor i joni ka qenë vazhdimisht popullsia, veçanërisht mosha e re. Dhe nëse humbim ne popullsinë, çka po i mbetet këtij vendi? Prodhim është i dëmtuar jashtëzakonisht shumë. Raporti tregtar është i tmerrshëm. Miliarda dalin për Kosovë. Zhvillim ekonomik nuk ka ngecje, ka stagnim. Nuk ka investimet huja. Për kanë është ky njeri, kujt i shërben, kujt drejtësin i shërben, derisa vendi mrin në këtë gjendje. Dhe këto janë pyetjet të cilat nuk po i përgjigjet kërkush e as opozita, fatkeqësisht as opozita, e cila me plot budallaqe të veta ja ka ndihmu këtij popullisti të tmerrshëm i cili është në pushtet. I cili ran në kohë fushate na prezanton se po prodhojnë dron. Dhe aty ka shku Albin Kurti, aty ka shku ministri mbrojtjes. U prezantu Kosova një farë kine e dytë se na po prodhojmë dron kamikaz. Një gënjeshtër e jashtëzakonshme e cila u konfirmu gjatë raportimit e media, verifikimit e fakteve. Dhe sot ata nuk janë në gjendje, Albin Kurti, me dhonë disa shpjegime se pse rënë, pse gënjen ky njeri. Të gjithë e dinë se me ligjet tona në fuqi, nëse do të prodhosh armë, duhet t'i marrësh disa licenca. Një licencë të jep Ministria e Punëve të Brendshme, një licencë të jep Ministria e Mbrojtjes. Licencën kryesore duhet me ta dhënë KFOR-i. Nëse nuk e kjeti, nuk mundesh me prodhu armatim. Sepse jemi në një program të mbikëqyrjes së forcës së sigurisë të Kosovës.
dhe përdor një farë tipi atje Gjilanit, atë Kamenicës, me na bë gjithë këtë propagandë se gjoja na prodhojmë dron. Një vend që zoti Kurti thoshte ne duhet të prodhojmë keqap. Pra nga keqapi në dron. Në çfarë dronsh? Dron të rrajshëm. Dhe dalim qesharak, absolutisht qesharak, edhe para partnerëve ndërkombëtar, veçanërisht para armikut. Pra Kurti po do me tut Serbin me drona false ati mashtruesit Gjilanit, kjo është mendori ku na ka fut neve dhe sillemi sërish rreth temave që ai i lëshon në treg, siç është kjo me pakicën serbe. Po, tash, na jemi në një... Se zgjata pak. Jo, na jemi në një situatë ku, për shembull, që e kam pa pak edhe sjelljen e partive opozitare, kështu, veçanërisht fillim është edhe qysh me shpjegu, domethënë është një situatë kështu normale ta quaj kështu në shoqëni për shembull, kur e ki dikon që sillet jashtëzakonisht jashtë normave, a di? Mund të pas një shok ka dikon të pranishëm në grup. Domethënë kur njëri pak e tepron ti thuaj, e ka tepron mosës bën kështu. Kur tepron shumë ti s'dan s'ka më thon. Në të këshyro thu çysh mi fol këti. E na kemi kanë herën e kom çat përshtypje vetë na kemi një çështë kryeministi. Ishte një Big Brother Albania në Shqipëri. Një farë tipi që vish po shajke po fyke. Po shajke po fyke, ata nuk po dinë çysh mos i. Po s'dan s'ka më thon. Hiç. Mo çu me i ra çysh. Se ti ki me dal jashtë, ki me dhënë përgjegjësi. Ai pi shajke, aty në vajza çunte prostituta që shoqërohen me biznesmen, me sugar daddy, me gjithçka. Edhe kishin me gjithë ata njerëz tjerë, s'po dinë çysh mos sill me ta. Si opozita me Albin Kurti. Edhe tash të ke ekip për shembull çe kjo rasti dronit, që për mua shumë është çasi situate. Se hajde për shembull që politikanë përgjithësi kur dojnë me fol për një temë e cila si ka vënë mbash, e mbështjellin pak. Atë që thonë qesin pak sheqer, përdor pak një fakt kështu rimontimit të vërtetës për me dalë më mirë, kështu me radhë. Na i fakte mshef. Ajo është e kuptueshme. Po kur del edhe prodhon një situatë të paqen komplet, domethënë komplet është rran. Ti thu çysh më thon që saj, se këti edhe më thon para më nuk ka kuptim se ky pedin, ky ka kesh me çat punë. Ky nuk është që tërprohet me rranën e vet, sepse s'u munduam shef. Për shkuar vet aty, për shembull, me pas dalë fushat edhe me thon, kena më janë së shpejti fabrikën e dronave, kemi kontraktuar me Turqinë, sikur me municion, që shkon ai plani. Më hershëm, kjo nuk është e vërtetë, po ka një farë sensi, kena më janë okay, është një farë zëtimi. Jem tu i bot tashmë. Dronat kjo është s'ka pikë logjike domethënë. Dhe në që drejtim unë mendoj që do ta shohim në emision edhe çka ka thënë zoti Kurti kur e ka vizituar këtë tash të quajtur fabrikë në Gjilan. E ardhmja e industrisë mbrojtjes edhe e strategjisë së sigurisë varet shumë prej teknologjisë avancimit të dronëve. Kosova nuk do të jetë vetëm një vend që konsumon, por edhe një vend i cili prodhon e kontribon. Ato që e përmendet, unë mendoj që gjëja më e rëndësishme për mua sot është që me nxjerr e që përshitohet vit energjia politike. Qoftë që do të bëhet nga partitë ekzistuese, qoftë që do të bëhet nga dikush i ri. Se unë mendoj që diçka ka më prodhuar në këtë vend, se nuk shon kështu. Me nxjerr nga kjo temë. Mos me ra në temat Albin Kurtit. Në fushën Albin Kurti fiton. Po, ti dush me nxjerr Albin Kurtin nga fusha e tij. Gjithmonë ai që është në pushtet ka fitu. Në momentin që nxjerr terren vet. Ka resurset. Ka unë për shembull e shisha domethënë tash prej se janë kryer zgjedhjet një pjesë të konsiderueshme të faktorëve që kanë mundsu fitoren bastonat Albin Kurtin nga partitë opozitare thonë që është ka shpërndar parë. Kjo është e vërtetë. Po kjo
si e vërtet, mundet më trajtu nga partitë politike vetëm si rezistencë dhe kundërshtim, e jo si arsyetim, sa atëherë është vajtim. Kjo ti përvajton, ai natyrisht që ai ka resurset dorë. Ai ka më shpërnda prapë parë. Ka më shpërnda se nuk dasht me bë qeverin kur kishit mundësinë. Ti s'bën kur për me pengu këta atë. Absolutisht. Kur vdesin ty për shkakun për shtesë, ti thu po kanë nevojë qytetarët, pas kanë nevojë apo mirë, ja ka prapë. E tash ti dush me ndërtu një narracion politik i cili është në shpërputhje plot dhe qet në pozitë keqe kryeministit. Duhet me pranu një fakt, Visar, se këto kanë qenë pushtet këto parti politike. Kujtohet, besoj, Donika Kada i ka qenë deputete, pa të propozu një rezolut në Kuvend Kosovës. Që e miratuaj rezolut që të ndahen fëmijëve shtesa për 10 euro në muaj. Pra është nxjerrë një rezolut e cila nuk është zbatu nga partitë e atëhershme në pushtet. Nuk janë nda. Dërsa ky po jep këto shtesa. I ka nda. Thjesht e ka pasur që është, okej, është shumë mirë me nda shtesat për fëmijë, duhet me nda, duhet më rrit, po i ka bëj pari. Pse ju se keni bo? Natyrisht, ata kanë pas prioritete tjera, zhvillimin ekonomik, ndërtimin e infrastrukturës, kanë mendu se çaj është më e mirë për mirëqenien e përgjithshme se sa skemat sociale. Por zoti Kurti ka ardhur me këto përpjekime në pushtet. Dhe natyrisht që e bën një gjë të tillë. Dhe tash kur vjen, po supozojmë që po ndrej ka zoti Kurti. Këtu tashmë janë të drejtat të fituarat të qytetarëve të Republikës Kosovës që kërkush nuk guxon me i prek me ato. Po kjo nuk do të thotë që ti s'ke drejt me i diskutu. Po kjo është diskutim i gjatë, se ti për shembull mundesh me diskutu me propozu diçka alternative kështu me radhë. Diskutim programor. Po da. Se partitë politike domethënë që ndahen çdo pikë. Po ishte Grack, absolutisht Grack. Fushata e tyne ishte në Grack të Albin Kurti. Prap këto gjëra nuk do të milion për fushatë. Ti këto janë nisë me diskutu më herët. Ti ke pas 4 vjet. Apo që ka qeverisë sot i Kurti. Këto gjëra do është me ngrit që njerëz më mësu nëse e ki kundërshtim. O Visar 2 vjet këta s'kan bë opozitë të pritë që ky gabon edhe njerëz të ndërshkojnë. Se rezultati i shkurtit dhe pastaj dhetorit nuk është vetëm rezultat i fushatës, është rezultat edhe i 4 vjetëve. Edhe i punës tonë, edhe i punës tina. Tashaj ka arrit me masku punën e vetë me çka ka bërë, ti nuk e kundërshtuar pikat që ai ka përdorur, ti nuk e ndërtuar narracion tjetër në këtë anë, dhe pastaj natyrisht që vjen kështu. Po sidoqoftë, tash një gjë që unë du me megjithatë me qenë kështu korrekt sipas mendimit tim, edhe me partitë opozitare, se peshoj që kanë njerëz shpesh për i kritikojmë edhe me drejt nganjëherë. Po është për kritikojmë pak më shumë që duhet. Na duhet të pa ashtu me i kuptu edhe rrethanat. Rrethanat që ka ardhur Kurti në pushtet, rrethanat që kanë mbetur Kurti në pushtet, nuk kanë qenë rrethanat e favorshme për parti politike tjera. S'kan qenë. Domethënë se unë pesha për shembull tash ti kritika ndaj opozitës edhe nga parti tjera, që janë parti politike. Do thotë ti s'po den, po së do është. Në kohë që ashtu këtë ka mirë për ty, ti më s'po den ti pas ke më fitu. Po veç mënyra që po e bën zoti Molliçaj këtë, për mua është e gabuar. Sa do që ka të drejtë në argumentet që po i tha. Absolutisht. Sepse ai po godet opozitën me synimin që merr vota tyne. Por legjitime është ajo. Po sigurisht. Politikisht. Ideja është që krejt partitë opozitare duhet me luftu me ja marr votat partisë pushtet. Absolutisht. Se nëse lufton veç me nda këto që ai keni, ai prapi ka 50%. Këtu çështja është për mua kështu, domethënë tash na kemi një rezultat zgjedhor dhe kjo është fakt. Albin Kurti do ta bëjë qeverinë, nëse s'do më shku prapë zgjedhje. Kreç që ka duhet me bo, nasi është një dhe veçanërisht ata njerëz të cilët kanë qef me pas një atmosferë ma demokratike në Republikën e Kosovës, e cila për mua garantohet vetëm duke i pas disa parti të barabarta, jo një dominuese ka shitjerave, se s'ka demokraci në drejtim. Atëherë duhet me këshyrë me nxjerr sa më shumë mësime ku kanë gabu dhe çka ka qenë gabim të partive opozitare, ose nëse dikush do me bo një parti të re, me këshyrë që qysh trajtohet që kjo situatë politike që ne kemi. Se na nuk duhet me mohu faktin që Albin Kurti vazhdon me pas popularitet të madh. Na nuk duhet me mohu faktin që Albin Kurti vazhdon me pas kredibilitet të madh. Tash qysh trajtohet që kjo? Duhet me diskutu. Se me gjithë këto që i ka bo, cilat nuk është si kemi folë na, si komentator politik në studio, ti, unë në tjerë, të rana, dështime, kështu me radhë, prapë nuk e kanë ndiku rezultatin e tij. Edhe këto duhet me diskutu. Janë do rana që janë, okej, mund të bëhen. Se jenë politik, e hiesham pak. Me përmenë edhe ma herët janë
Po me bo si rana, si që kjo me dronë. Kjo është e turpshme. Kjo është goditje i margjit të shtetit. Kjo është cenimi seriozitetit në sy të partnerëve të mundshëm. Edhe aty në ushtarak, edhe aty në të prodhimit të armëve. Si mund t'i besoj një prodhues serioz armatimit amerikan të zonë? Dikujt cili rran me do plastika se është të prodhu dron kamikaz. Dhe që është në gjendje me godit, qysh i përshkruan ata në atë postimin e famshëm të tyne. Unë mendoj që këtë gënjeshtër nuk e kam bërë ata pa miratimin e Zotit Kurti, i cili i vizitoj në kohë fushate. Pra kjo është njëri prej shtyzve që ju ka dhënë të drejt, ju ka dhënë liri atyne gënjeni se ky popull e han këtë fore. Se në fund të fundit edhe prodhimi, edhe këto që kemi ble, na nuk i shohim. Ato futen në një depo, apo ku do që ruhen atje, ne nuk kemi qasi me i pasë, nuk janë veturat policisë që i shetin në rrugët e Kosovës, po thjesht mbyllën dikon, sikur ajo blerja aty në dronëve, që nuk tregun sa është numri, po thanë qindra mira dronë. E kjo qindra mira është sa dush fëtja ti. Po t'ja 900.000, po t'ja ku dion këto shifrat dhe maksimum që mund është me go. E gjithë këto gënjeshtrat këtyne, pse nuk është në gjendje kjo opozit, me ullë, me analizu, edhe me u marrë me to, 1, 2, 3, 4, 5. Thërë se cilin për këtyne, hajde të regona, qka ka mashtru Albin Kurti që thështë, miku e Mefi përveç rrymës, aja në gjendje me nga tregu se qka ka mashtru Zoti Kurti përveç rrymës, pra kanë harres, nuk e kanë një bazë të dhënave ku ja numërojnë 1, 2, 3, 4, 5, apo aferat korruptive 1, 2, 3, 4, 5. Edhe ka për gjëra që ti edhe dosh mi këthy, për shambull, që qërë na do më thonë që po thutin na dhe si shoqni po harojnë, që o bo me fondin e për siguria, që që shka pasan me fondi. Që a dim na që o bo me të. So pare në mbledh ku janë shku që ka bo. E kanë shpallë sekret? Që shmonë sekret. Po natyresht ka disa biznesmen të cilët këta i luftojnë, që dhe që kanë dhënë pare. Po ka deklaru publikisht. Po mu po më intereson so pare në mbledh që aty ku janë shku. Pse është sekret? Se që shmujt na bugjetin për ushtri, që e ndojnë për bugjetit, apo që del Albin Kurti, çdo fushatat edhe po më rritë kom po 100 milion është. Pse s'është sekret që ajo? Se është limë bugjetore. Po pra, po edhe kjo, se këtu e në pare, mu po më intereson sa pare janë mbledh. Sekret çka ke bleti maje, aja është sekret ushtarak. Pare, se Po so pare janë mbledh. Pse s'po ka. E dyta, mbas e mbledh shumë pak, kjo tregon shumë ma shumë për ne. Kjo tregon mas pare për qeverinë, që është ka me duk të që. Qka nëse janë 1 milion që janë mbledh? Po dhe po... Me bo me dalë shifra e saktër që sharak edhe. Veç qëre këto fondet publike dhe më konë transparente. Po dhe. Së më është me mbledh pare për publike dhe mësë me kalëzu sa ke mbledh dhe që ke bo me to. Për nështë e kam vjedhë. Nështë e kujt që ata dhe më po thonë ke i ka disa nashta, ose disa pikpyetje. Po flasim për rrenat për shumë. Tjetra, që ka u bo me atë hetimin për tentim atentatin ndaj Kurtit Shkop? Këtu që pa të mbo fort madhe. Rëtëkaja që e bo ne. Ky drejtori e RTK-s. Po, që ka e bo me ta edimna? Se, kanë dashme me vra kryeministin në vend fëqin. E kanë më hu, po rranë. Po, pra, veç tash e kemi një prej vendeve ma mike në rajana, po. Që atë vend ku kanë dashme me vra kryeministin, që ka u bo? A veç e harojmë që tu e loj manash, hajtë se s'u bo kur gjë. Do me thonë, na du të mjanizmi marrë seriozisht senet të cilat qeveria i paraqet serioze, në fakt nuk silë seriozisht me to. Arrestun një 2 zyrtarë ndo këtë komunës Prishtinës për rishvet. Kryetari Prishtinës i dha mbështetjet plot hetimit, që i suspendoj. I suspendoj. Dhe që kanë ndodhi? Levizjave të vendosit doli me akuzat se këta janë të përfshin krimen korrupsion. Partia e cila i mbron hajnat e vetë si kamikaz. A në alesh me ndonë, që shmë kanë ftyrë këta njerëz më dalë mi thonë dikujna po vjedh, dikush që është kap, dikush që është distancu komuna, i ka suspendu, ndërkohë për hajnat e vetë, këta veç heshtin. Se ti ka, do me thonë akta akuza. I ka me akta akuza, i kompozita. Njerëzve që u gjinën pare kesh në shpe, pa prejardhje, për gjitha këto heshtin.
dhe i akuzojnë të tjerët pse e bëjnë një gjë të tillë, sepse po vazhdon me jo dhezë këtyne, dhe ndërkohë opozita nuk po din me bë opozitën. S'po din Allah. Qysh doj me dalë nga për kësaj situate? Po, që kjo është, do me thonë, pyetja kryesore është që kjo që mendojnë që sa ma shumë që njerëzit e shohin që nuk ka, dhe sa ma shumë që duke qenë në qeveri se ka më pas rritje të pakënaqësisë me Kurtin, jo vetëm me Kurtin, me KD. Do me thonë, qeveria të konsumon. Sa ma shumë që të rritë pakënaqësia dhe deri në atë mos sa për shembull partitë e establishmentit që quhet kështu, dështojnë me adresu këtë pakënaqësi, kjo e nxit mundësinë dhe rrit mundësinë për me pas diçka tjetër. Natyrisht, po është dikush që e mbledh këtë pakënaqësi të akumuluar dhe nxjerr qoftë në një organizim politik, formë proteste, paçore, qoftë në një organizim politik, parti politike, në një lëvizje të caktuar, në një lëvizje kundër shtrajtimit të çmimeve, të zënë. Se ka pas, do me thonë që një gjë që unë mendoj që e kemi kështu historikisht të mirë në qytetarët e Kosovës, është që për protesta s'është që kemi pritu fort. Për shumë gjëra kemi pritu, por për protesta shqiptarët gjithë kanë reagu. Edhe në kohën e Jugosllavisë, edhe në kohën e Miloševićit, ka qenë shumë keq, edhe 68. Do të thonë ka pas reagime, ka pas protesta, ka pas kundërshtime. Tash ato jo secila ka pas suksesin e duhur, po nuk pritet që protestat domosdoshmërisht të asnjë sukses. Kryesori është që çështjet problematizohen dhe ngritën. Po. Dhe mendoj që kjo është si një traditë që na duhet me rujtë, domethënë kur ki pakënaqësi po del në rrugë dhe proteston. Për shembull sot me dal kundër çmimit të rrymës. Kjo jo domosdoshmërisht ty të bën kundër qeverisë. Ti thu që çështjet nuk po ta pranoj. Po. Pra unë mendoj që edhe ata që e pëlqejnë Kurtin në pushtet kanë arsye me dalë protest ta zënë kundër rrymës. Sepse që kjo faturë rrymës po bëhet e papërballueshme, mund të rre qeveri, të rre kryeministër, po që të punë mos e lejo. Që na e kemi Mars do të ketë rritje seriozhe. Na kemi diskutuar disa herë këtu edhe në për studie tjera. Domethënë sektorin më të rëndësishëm për zhvillimin e një vendi dhe sigurinë e një vendi që është energjia, na kemi trajtuar në mënyrën më jo serioze të mundshme bre. Se ti mundesh me thonë jo historikisht për shkakun se janë ndërtuar kapacitete këtu, si janë bëu ato atje, se bëu këtu, po desh ka respekt ti kon 5 vjet pushtet. Në një situatë ku çështja e energjisë ka filluar të bëhet fort problematike, se s'u bën njëjtë vitin 2002. Atë që kena jetu tonë, Evropa ka një jashtëzakonisht stabile dhe perëndimi për sa i përket energjisë. Pandemia, pastaj dështimet e energjisë së erës në veri të Evropës dhe lufta në Ukrainë ja ka dhënë një goditje të fortë sektorit të energjisë. Edhe përdorimit Çka na ide s'kem se edhe përdorimit të resurseve energjetike si levë politike dhe diplomatike e shpesh herë edhe kërcënim me shantazh nga Putini ka shku të urrit. Dhe tash ti je kryeminist, për shembull ti je gjetur në një situatë vështirë, kryeministrat na vijnë për situata vështira, situatat e veta lehta zgjidhen vetë. Na kemi pushtet dhe secili vend. ke gjetë vështirë, ti e ke bërë edhe më të vështirë. Ti ke bërë më të vështirë. Ti ja s'ke ditë, më gjetja s'ke dashur. Tjetër është lidhjet mafioze. Lidhjet mafioze këto dëshmohen për çdo gjë. Kjo është çështje e rëndësishme. Të qytetarët e Kosovës duhet me kuptu. Se është veç fatura rrymës që paguajnë mashtrata e problemi i madh. Problemi është shumë më i madh. Më hundi i varur energjetikisht, i varur politikisht. Pikë. Mars ta shohim kur ZRE-ja të marrë vendim tjetër. Kërkesat tashmë kanë shku për shtrejtim të energjisë elektrike. S'pa 12% s'ka bosh. 12. Ata din edhe më shumë. Din për te i kërkesës me marrë vendim. Si do të qoftë populli po pagun. Mbase ka para. Me që mirë pash.